Lojat e fatit po bëhen një varësi shqetësuese, sidomos tek të rinj. Çfarë thot Islami për bigjozin, cilat janë pasojat dhe si mund të ndihmojmë dikë që bie në këtë kurth? Për këto do të flasim sot me Hoxh Riad Kalisi, i cili do të na zbulojë qëndrimin e fesë islame dhe rrugët për të luftuar me këtë fenomen. Fillimisht falënderimi takon Allahu xhelle xhelaluhu, atë falenderoj vetëm prej tij ndihmë e falje kërkoj. Përshëndetjet e përzemërta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e pejgamberit alaihi salam deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Islami si një fe natyrshmërisë, si një fe e cila thërret në atë që është e mirë dhe ndalon nga ajo që është e keqe, padyshim që Islami e ndalon bigjozin, nga se bigjozi është një vepër e dytë, është një vepër e keqe që njeriu e dërgon drejt shkatërimit. Allahu xhelle xhelaluhu në ajetin kuranor në surën Maide thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besu, "innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam", ka thonë me të vërtet pirja e alkoolit, bigjozi, idhujt dhe falli, rijsun min amali shejtan, janë vepra të dyta që vijnë nga shejtani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, andaj ju largohuni prej tyre nëse dëshironi të shpëtoni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për mëkatin e bigjozit, ka thënë: njeriu i cili e thërret shokun e tij dhe i thot eja të luajmë bigjoz, duhet të ndaj sadaka. Dietarët janë çuditur dhe janë habitur nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se në këtë hadith të pejgamberit alaihi salam tregohet mëkati i madh i atij i cili e thërret shokun e tij për të luajtur bigjoz. Ku është këtu mëkati i madh? Ka thënë pejgamberi alaihi salam në këtë hadith, ai i cili e thërret vëllaun e tij, vetëm i thot vëllaut të tij eja të luajmë bigjoz, ka thënë pejgamberi alaihi salam, duhet të ndaj sadaka. Dietarët kanë thënë, nëse vetëm kur njeriu e thërret shokun e tij për të luajtur bigjoz, Allahu hidhërohet dhe njeriu për ta shuajtur hidhërimin e Allahut duhet të jep sadaka, çfarë mbet punë atij që luan bigjoz. Pra ky hadith na tregon neve për dëmin dhe për hidhërimin e Allahu xhelle xhelaluhu që i shkaktohet Allahut kur njeriu luan bigjoz. Pastaj tjetra është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alaihi salam ka thënë: njeriu i cili luan bigjoz është sikur se të vendos dorën e tij në mishin dhe në gjakun e derrit. Njihet në Islam se mishi ose deri në përgjithësi është në esencë i papastër. Prekja e tij është papastërti. Pra prekja e derrit është e njëjtë sikur se prekja e bigjozit. Të prekësh bigjozin është e njëjtë sikur se të prekësh derrin. Andaj kjo përmes këtij ajeti kuranor dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bëhet e njohur neve që kjo punë është e ndaluar dhe që ne duhet të largohemi prej saj. Allahu xhelle xhelaluhu në surën Maide, pas ajetit që e lexova pak më herët, Allahu thot: "Inma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Thot Allahu dëshiron që përmes bigjozit juve t'ju shpije në hidhërim dhe t'ju shpije në armiqësi. Pra dy pasojat e bigjozit janë se ato të shpijen ty në hidhërim dhe në armiqësi. Wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun. Pastaj Allahu thot, ata të ndalojnë ty nga përkujtimi i Allahut dhe nga kryerja e namazit. Fa hal antum muntahun? A jeni prej atyre që do të ndaleni? Pra Allahu xhelle xhelaluhu përmes këtij ajetit kuranor na tregon katër pasojat që i sjell bigjozi. E para sjell hidhërim, sjell shkatërim, pastaj të ndalon nga përkujtimi i Allahut dhe pastaj përmend namazin. Fa hal antum muntahun? A jeni nga ata që do të ndaloheni? Pastaj përveç këtyre dietarët kanë sjell edhe disa pasoja të tjera. Për shembull, prej pasojave të bigjozit është se njeriu bigjozi e bën përtac, ndërsa Allahu dhe pejgamberi alayhis salam nuk e duan njeriu që është përtac. Allahu e don një njeri që është punëtor, i cili përmes rrugëve të halalit mundohet fiton pasurinë e tij. Pastaj një prej pasojave të bigjozit është se ajo shkatërron familjen. Sa familje kanë qenë të pasura që është bërë shkak një person që brenda natës ose brenda orës i është shkatëruar e gjithë pasuria, e që kjo në Islam është ndaluar. Pastaj një prej
e pasojave të bigjozit, ashtu siç e kanë cek dietarët, është se ajo edhe shkakton sëmundje nervore. Për t'u larguar nga varësia e bigjozit, do t'ua kisha dhënë një këshill. Punoni me këto 3 gjëra. E para, forcojeni besimin e Allahun e Madhnueshëm. Në ajetin që lexova më herët, Allahu xhalla xhelalu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar. Pra Allahu në fillim u drejtohet njerëzve dhe ju thot: "O ju që keni besu", u përmend besimin. Pastaj u përmend 4 punë tjera që janë të ndaluara. U përmend bigjozin, alkoolin, idhujt dhe u përmend fallin. Pse Allahu xhalla xhelaluhu në fillim përmend besimin, pastaj punë të këqija, duke desh Allahu ka desh na tregon neve që besimtari i cili ka një iman, ka një besim të fuqishëm, ai largohet nga këto punë. Pra në momentin kur njeriu e ngrit besimin e tij, është i fortë besimi i tij, automatikisht largohet nga këto punë të ndaluara. Kjo është e para. E dyta, është një rregull që dietarët i referohen ku thonë: "El mafahim tu'athiru 'ala al-harakati was-sakanat." Kanë thënë dietarët, njeriu ashtu siç i kupton gjërat, ashtu edhe sillet me atë. Unë po ja sjell juve një shembull. A ka dikush prej nesh i cili e prek zjarmin? Jo, nuk ka askush. Pse? Nga se na i dim pasojat e zjarrit dhe e dim se ajo na djeg, dhe për këtë arsye na i rrim në distancë, nuk e prekim zjarrin. A ka dikush prej nesh që gurin e çmueshëm, arin ose argjendin e lën pa kujdesje? Jo, nuk ka askush. Pse? Nga se çdo kush prej nesh e din vlerën dhe e din rëndësinë e arit dhe argjendit. Pra njeriu, ashtu siç i kupton gjërat, ashtu edhe sillet me atë. Kur ne do të kuptojmë pasojat e bigjozit, kur ne do të kuptojmë pasojat që na sjellin neve lojrat e fatit, njeriu automatikisht do të largohet nga ajo punë. Ku njeriu do të mendon që përmes bigjozit njeriu do të largohet dhe do të shkatërrohet familja, do të shkatërrohet pasuria, do të jetë i dhëruar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Këto me të vërtetë duhet të janë disa prej shkaqeve që njeriu duhet ta ndalon nga luajtja e lojrave të fatit. Pastaj e treta është largimi nga shoqëria e keqe. Neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes shumë haditheve të tina na tregon që njeriu nëse dëshiron për tu penduar dhe për tu larguar nga një punë, duhet të largohet nga shoqëria e keqe. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mar'u ala dini khalilihi." Njeriu është në fenë e shokut të tij. Pra nëse njeriu ka një shoqëri të keqe, pra ti je në fenë e tij, çfarë bën ai do të bësh edhe ti. Pra nëse ti largohesh nga ajo shoqëri dhe shoqërohesh me njerëz tjerë që janë të mirë, që janë të namazit, që janë të xhamis, që janë të punës së ndershme, me të vërtetë njeriu ndikohet nga ata dhe besojmë fuqishëm që njeriu do të largohet nga ajo punë e keqe. Le të jemi të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm, duke zgjedhur rrugën e drejtë, të pastërt dhe të dobishme për veten dhe për shoqërinë. Falenderoj Myftininë e Shkupit për bashkëpunimin e rubrikës Dritë mbi dilemën.